Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, ka tërhequr vërejtjen e BE-s lidhur me projektin Bota Serbe, duke vlerësuar se ky është një emërtim i ri i projektit Serbia e Madhe dhe bekimin e ka nga Beogradi. Ai ka theksuar se ka ardhur koha që të gjitha institucionet evropiane të angazhohen më seriozisht në Ballkan. Siç e dini, Ballkani Perëndimor është një pikë kritike për sigurinë dhe gjithë vëmendja e Bashkimit Evropian duhet të jetë e përqendruar atje, tha presidenti Rumen Radev në një pyetje nga Agjencia Bullgare e Lajmeve për paralajmërimet e Bashkimit Evropian mbi rrezikun nga projekti Bota Serbe dhe se si ky projekt i Beogradit ndikon në sigurinë e rajonit. Unë mendoj se ka ardhur koha që të gjitha institucionet evropiane të angazhohen më seriozisht me këtë çështje. Ai është jashtëzakonisht i ndjeshëm edhe për ne, shtoi Radev. Bota Serbe është emërtimi i ri i projektit Serbia e Madhe. Ai ka për qëllim të kontrollojë shtetet fqinje, përfshirë edhe përmes bashkimit me Serbinë të territoreve nga Bosnja, Kroacia, Malizi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Instrumenti kryesor për realizimin e tij është Kisha Ortodokse Serbe, ka nënvizuar presidenti bullgar.